Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Sot do flasim për një produkt ushqimor që shumë prej nesh e diskriminojnë. Bëhet fjalë për hudhrën, disa për shkak të aromës, disa për shkak të shijes së fortë dhe shpuese preferojnë ta shmangin, por në fakt do të ishte mirë të mos e largojmë nga dieta jonë për disa arsye konkrete të ndikimit pozitiv që ka në shëndetin tonë. Do t'i zbulojmë përmes kësaj videoje. Ju ftoj ta ndiqni deri në fund. A e dini se hudha është përdorur për mijëra vite jo vetëm në kuzhinë, por në mjekësinë tradicionale për shkak të përfitimeve që ka për shëndetin. Gjithçka lidhet me disa komponentë sulfurik me të cilave është edhe alicina. Mendohet që për të aktivizuar alicinën duhet që hudha të shtypet, të grihet apo të pritet, madje disa specialistë sugjerojnë që kur të gatuar ta lënë diku deri në 5 apo deri në 10 minuta të prerë në mënyrë që të aktivizohet si duhet për të përfituar. Por cilat janë këto përfitime shëndetësore? Le t'i zbulojmë tani. Hudhra do të ndihmojë jashtëmarrëse sistemin ton imunitar. Sigurisht që nuk është një përbërës magjik që do të parandalojë çfarë do lloj infeksioni të mundshëm, por disa studime raportojnë se personat të cilët konsumojnë hudhër, sidomos gjatë sezonit të dimrit, kur kemi edhe më tepër raste të ftojes apo të gripit sezonal, do të shikohet që do të kemi një reduktim të kohëzgjatjes së simptomave apo më pak episode të ftojes se këta persona që konsumojnë rregullisht hudhër dhe e kanë pjesë të dietës së tyre. Cilat janë përfitimet për sistemin imunitar? Pra do të mbështes përmes funksioneve të tij antivirale, që do të thotë që do të luftojë viruset e ndryshme, antiparazitare, duke luftuar parazitë të ndryshëm, antibakteriale, që do thotë do të mund të luftojë një sër infeksione të shkaktuara nga bakteret, dhe antifungale, që do thotë se do të mund të veprojë përkundrejt myqeve të ndryshme. Një efekt shëndetësor tjetër shumë i studiuar lidhur me hudhrën ka të bëjë me ndikimin pozitiv në sistemin e qarkullimit të gjakut dhe shëndetin e zemrës apo kardiovaskular përgjithsisht, të thënë ndryshe. Çfarë ndikimi do të ketë? Përgjithsisht është parë se hudhra do të mund të ndikojë në uljen e presionit të gjakut, uljen e nivelit të kolesterolit të keq në gjak, duke përmirësuar përgjithsisht edhe qarkullimin e gjakut. Tani sigurisht që hudhra nuk do të bëjë mrekullira dhe kujdes, në asnjë mënyrë mos bëni gabimin që të zëvendësoni mjekimin e përshkruar nga mjeku juaj me hudhër. Patjetër që mund të jetë një ndihmës plus, por gjithmonë duhet të ndjekim rekomandimin e mjekut, sepse medikamentet janë ato të cilat do të bëjnë efektin e duhur për shëndetin tuaj dhe do të mund të mbrojnë shëndetin tuaj kardiovaskular. Dhe njëherë ju lutem kujdes, sepse më ka ndodhur shpesh shumë njerëz të cilët refuzojnë të marrin medikamente dhe thonë hudha është ilaç natyral. Patjetër që është një ilaç natyral, patjetër që do të ketë ndikim pozitiv, por nuk zëvendëson mjekimin. Nga ana tjetër është e vërtetë që do të mund të ndikojë te presioni i gjakut. Kujdes ama të gjithë ata persona që mund të kenë tendencën që të kenë një tension të ulët. Personalisht më ndodh për shembull që të kem një ulje të theksuar të presionit të gjakut në momentin që do të konsumoj disa ditë rresht hudhër, për arsye se vetë si person kam tendencën që tensioni të më ulet. Prandaj duhet të keni pra kujdes në varësi të situatës tuaj, të rregulloni edhe nivelin e konsumimit, pse jo dhe të konsultoheni me mjekun tuaj aq më tepër të gjithë ata personat të cilët mund të jenë në mjekim. Një efekt tjetër pozitiv ka të bëjë me aftësitë e tij të vepruar si antioksidant dhe antiinflamator, që do thotë shumë nga sëmundjet kronike të botës moderne lidhen me inflamacionin kronik që do të ndonë organizmin ton, që do thotë që për kthehje të ndryshe konsumimi i hudhrës do të mund të ndihmojë edhe në parandalimin e një sërë sëmundjes kronike. Nga ana tjetër ka dhe efekt antioksidativ, që do thotë do të mund të luftojë proceset oksidative që do të ndonë në organizmin ton si pasojë e radikaleve të lira. Me pak fjalë do të mund të ngadalësojë procesin e plakës dhe do të mund të ndikojë pozitivisht në parandalimin e tumoreve dhe kancerave të ndryshme në trupin tonë. Por të mos nënvlerësuar dhe efekti që do të ketë në mikrobiotën tonë. E kemi thënë që mikrobiota ka të bëjë me mikroflorën tonë bakteriale, me pak fjalë baktere të shëndetshme që gjenden në zorrën tonë, dhe në rast se neve do të kemi një konsumim të rregullt të hudhrave, do të mund të përmirësojë metabolizmin duke përmirësuar dhe shumëllojshmërinë dhe shëndetin e këtyre baktereve të shëndetshme. Për arsye se vetë hudha nuk është se ka probiotik, pra që janë këto baktere të shëndetshme, por ka prebiotik. Prebiotikët konsiderohen si ushqimi kryesor i këtyre baktereve të shëndetshme, që do thotë se në rast se ne do të konsumojmë hudhër, do të favorizojmë edhe mirëqenien e këtyre baktereve të shëndetshme të organizmit tonë. Megjithatë, kujdes, të gjithë ata personat të cilët mund të kenë probleme të tipit kolit spastik, mund të kenë IBS apo sindromin e zorrës së irritueshme, duhet të bëjnë kujdes për arsye se në disa raste mund të kenë
vështirësi në tretjen e hudrës, mund të shkaktoj diskomfort, dhimbje, spazma, shtrëngim e barku, fryrje, edhe në rast se është kjo situata, pastaj duhet të rregullojnë dietën e tyre në përshtatje dhe pse jo edhe do të jetë nevojë që të largojnë hudrën nga dieta e tyre. Apo e njëjta gjë do të vlejë edhe për personat të cilët mund të kenë gastrit apo sikletet, refluksit etj, pra probleme me stomakun përgjithsisht, mund të ndodhë që këto simptomat të theksohen edhe më tepër në momentin që të konsumohet hudhër, prandaj mund të rekomandohet që të kufizojnë konsumimin e hudrës. Kthehemi tani te arsyeja pse diskriminojmë hudrën. Aroma. Jemi të sinqertë, të gjithë e ndjejmë aroman në momentin që dikush ka konsumuar hudhër. Dhe ka disa sugjerime që jepen vazhdimisht për të shmangur këtë aromën e gojës, të tipit konsumo kos, konsumo qumësh, mente, majdanoz, disa sugjerojnë gjithashtu hidratim të vazhdueshëm, larje të dhëmbëve dhe të gjuhës. Por problemi është se aroma nuk do të vijë vetëm nga goja, por do të kemi edhe kalimin e komponenteve të hudrës, pra përbërësve të hudrës në qarkullimin e gjakut dhe përmes procesit të frymëmarrjes, më konkretisht në momentin të frymënxjerrjes do të mund të ndihet më tepër aroma. Prandaj do sugjerohet që në vend që të konsumojmë hudhrat e freskëta, ti konsumojmë ato të gatuara, pra të jenë pjesë e gatimit. Gjithashtu dua të them se ajo hudhra e grirë e gatshme në supermarkete nuk ka përfitime shëndetësore që ka hudhra e freskët. Maksimumi thjesht do të jepni një shije të përafërt, por nuk merrni asnjë lloj përfitimi shëndetësor, kështu që mos portoni, por hudhrat merrni të freskëta dhe pritini vetë. Dhe kjo është videoja për sot, edhe një herë ritheksoj që hudhra është një përbërës ushqimor i domosdoshëm që do të ketë disa përfitime për shëndetin tonë, por kujdes sepse sikurse e kemi thënë në çdo video, jo çdo rregull është për të gjithë, për arsye se ka disa persona që duhet të bëjnë kujdes, si personat për shembull të cilët mund të jenë duke marrë mjekim për presionin e gjakut dhe patjetër që duhet të konsultohen me mjekun duke patur kujdes që hudhra nuk e zëvendëson ndonjëherë mjekimin, apo personat të cilët mund të kenë refluks, mund të kenë djegje stomaku, mund të kenë gastrit, personat të cilët mund të kenë IBS, pra sindromin e zorrës së irritueshme, probleme me tretjen përgjithsisht dhe mund të krijojë diskomfort dhe fryrje barku, personat të cilët mund të kenë intolerancë dhe aq më tepër pastaj persona që mund të kenë alergji, këto njëherë bëhet fjalë fare që të konsumojnë hudhër sepse do të japin një reaksion alergjik të menjëhershëm. Prandaj bëni kujdes, gjithsesi në rast se nuk keni asnjë lloj shqetësimi për hudhërës, do sugjeroja që ta konsumoni dhe ta bëni pjesë të dietës tuaj pikërisht për shkak të përfitimeve pozitive për shëndetin tonë. Jo më kot është përdorur pra me mira vite, jo vetëm për sa i përket shijes, kuzhinës, por mbi të gjitha edhe në mjeksi. Në rast se keni ndonjë pyetje, ju ftoj të lini një koment poshtë videos. Gjithashtu në rast se ju ka pëlqyer, ju ftoj të bëni like dhe ta ndani në share me miqtë tuaj. Gjithashtu dua të di nga ana juaj, a e konsumoni edhe ju hudhër? Lini një koment për arsye se jam shumë kurioze të di më tepër. Dhe si ja doni lidhur me aromën. Okej, gjithsesi, ju ftoj përsëri që të bëni subscribe apo të abonoheni në kanalin tim dhe bashkëdëshiremi në videon e radhës. Deri atëherë ju uroj të gjitha shëndet.